Shoqata për kulturë dhe art Tradita Tetov në kuadër të fazës së dytë të projektit Mbrojtja e biodiversitetit të florës dhe faunës në Malin Shar, imperativ shoqëror, e ka përmbyllur me sukses aksionin për mbledhjen e fidanëve të reja në territorin e parkut kombëtar Mali Shar. Aksioni në fjalë, në kuadër të cilit u mbollën 500 fidane të reja, synon pyllëzimin e pyjeve, mbrojtjen nga erozioni, pastrimin e ajrit, rregullimin e regjimit ujror, përmirësimin e mikroklimës, pasurimin e biodiversitetit dhe krijimin e habitatit natyror për botën shtazore. Aksionet të kësaj natyre duhet të zhvillohen më shpesh, sepse ndryshimet e thella të biodiversitetit në nivel global kanë pasoja për ekosistemin. Garantimi i biodiversitetit është një detyrë që na përket të gjithëve dhe ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës së secilit prej nesh. Dihet botërisht se biodiversiteti ka kontribuar në shumë mënyra në zhvillimin e kulturës njerëzore dhe shoqëria si e tillë ka pasur rol të dukshëm në formimin e diversitetit gjenetik të specieve dhe nivelit ekologjik. Projekti Mbrojtja e biodiversitetit të florës dhe faunës në Malin Shar, imperativ shoqëror, realizohet nga shoqata Tradita në kuadër të projektit Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore, Korab, Koritnik, Mali Shar dhe Alpet Shqiptare, i mbështetur nga CNVP Pont.